Pse Kurani në arabisht? Zoti i Manduar është ai që e din më së miri ku dërgon pejgamber. Allahu thot në Kur'an, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah e din më së miri ku dërgon pejgamber dhe ku shpall libër. Njerëzit e kanë kontestuar në forma të ndryshme dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë kontestuar edhe vetë librin që ai erdhi me të, Kur'anin. Një nga kontestimet e përhapura në mes njerëzve është pse Kur'ani në gjuhën arabe. Po të ishte në gjuhën shqipe, prap pyetja do të ishte e njëjtë, pse në gjuhën shqipe? Po të ishte në gjuhën turke, prap pyetja e njëjtë. Po të ishte në gjuhën angleze, prap pyetja e njëjtë. Prandaj, kjo pyetje mund të merr përgjigje. Mirë po, është pyetje e cila realisht ngjall dilema të tjera në pafundësi, nga sa është realisht e paqëndrueshme. Për faktin se gjuha nuk është e rëndësishme. Më rëndësi është përmbajtja. Çka është më rëndësi, në çfarë gjuhë flet dikush? Çka më rëndësi, çfarë ngjyre ka dikush? Çka është më rëndësi, në çfarë gjuhë shpreh dikush? Më rëndësi është çka thot. Përmbajtja është më rëndësi. Prandaj, nëse duhet kontestuar, le të kontestohet përmbajtja kuranore. Ama njerëzit në pamundësi me e kontestu përmbajtjen kuranore kanë kaluar në nivel komplet periferik, të parëndësishëm dhe të paqëndrueshëm, pse në gjuhën arabe. Po edhe për te i kësaj, ka edhe për këtë përgjigje. Gjuha arabe nuk është gjuhë e varfër, nuk është gjuhë e panjohur, është gjuhë e fuqishme, është gjuhë e gjallë, është gjuhë aktive, është gjuhë e pasur me miliona shprehje dhe fjalë. Prandaj, Zoti xhallahu ala ka përzgjedh një gjuhë e cila do të ketë mundësi që në kuadër të shprehjeve që i ka të jap përgjigje dhe shpjegime për gjithë popujt e tjerë që e kanë gjuhën shumë më të varfër dhe shumë më të kufizuar se sa gjuha arabe. Gjithashtu të nderuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dërgua tek arabët në Mekë, nga se Mekëja është vendkthimi i njerëzve, atje është Kabeja, prandaj nuk lidhet vetëm gjuha, po lidhet edhe vendi, lidhen edhe rrethanat e shumë të tjera që realisht e kanë bërë gjuhën arabe të përzgjedhur që Kurani të jetë në këtë gjuhë. Në anën tjetër, gjuha arabe është gjuhë unifikuese për të gjithë muslimanët, sikurse anglishtja është gjuhë unifikuese për të gjithë programerët, sikurse latinishtja është gjuhë unifikuese për të gjithë punëtorët e shëndetësisë dhe mjekët e ndryshëm. E kështu me radhë. Prandaj njerëzit nuk kanë probleme asnjëherë në raport me asnjë dimension tjetër të tyre që të përzgjedhin një gjuhë që i unifikon në aspektin e avancimit të tyre shkencor dhe shkëmbimit të përvojave dhe emërtimit të gjërave që ata i zbulojnë. Andaj e njëjta është edhe me gjuhën arabe. Kurani është dashur me zbrit në një gjuhë nga gjuhët që njerëzit e flasin në tokë. Dhe çfarë do gjuhë që do të ishte e përzgjedhur, pyetja e njëjtë do të ishte, nga se logjika është e njëjtë. Prandaj, me që logjika është e gabuar, edhe pyetja që e ka prodhuar kjo logjikë e gabuar është pyetje e gabuar, për faktin se gjuha realisht është mënyrë e shprehjes, por ajo që duhet na bën përshtypje, por ajo që duhet të interesohemi, por ajo që duhet na bën të vendosim a besojmë apo jo, nuk është gjuha që në të është shpall Kurani, por duhet të jetë përmbajtja e këtij Kurani. Dhe e fundit të nderuar, Kurani ka zbritur në gjuhën arabe dhe është përkthyer në shumë gjuhë. Prandaj e kemi Kur'anin në gjuhën shqipe, nëse dikush e ka mall që ta lexon, e ka mundësinë ta lexon në gjuhën shqipe. Prandaj ta lexojmë Kur'anin në gjuhën shqipe. Ta lexojmë gjatë ditës, gjatë natës. Ta kemi në dorë këtë libër madhështor që të informojë përse afërmi me mrekullitë e asaj që Allahu xhallahu ala zbrit në këtë Kur'an, e që pastaj sa më tepër të na mahnit fuqia argumentuese e Kur'anit, sa më tepër të na mahnit e të na rrëmben mendin e zemrën tonë, fuqia e fakteve të pamushme të Kur'anit, fillon duke u zbet dilema pse në gjuhën arabe.